Prandaj keni kujdes. Tregon sahabiu, nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e tregoi këto se ka mundësi të vjen një kohë kur të tjerë do të na thrasin me këtë. Thot sahabi Adi ibn Umayr عن عدي بن عمير رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يعذب عامة بعمل خاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكرونه فإذا فعلوا ذلك عذب الله خاصة والعامة. Që do të thotë, njerëzit e thjesht nuk do të dënohen derisa ajo palë tjetër e thliqur, e pamoralshme, e bën fshehurazi atë që e bën në atë kohë. Njerëzit të rëndomt nuk kanë më u dënu derisa nuk e sheh të keqen haptazi që bëhet. Por tha, por nëse ajo fillon të përhapet, duhet dikushit ti denoncoj ata. Nëse i shohim të keqen, po bëhet haptas dhe ajo po shtohet, dhe ju nuk i thritni ata, nuk i kundërshtoni dhe nuk denonconi, Allahu do t'i dëshkoj bashkë njerëzit që e kanë bërë haptas dhe ata që kanë hesht duke parë të keqen. Prandaj o xhamat o vëllezër, o besimtar, nëse shohim një të keqe, nuk na lejohet neve të shohim se çka bëhet në botë, s'është e jonja kjo. Nuk bëhet tek ne kjo. Vjen puna edhe tek familja jote bëhet. Nga se kjo shtohet. Prandaj, kjo sot që këndon, po thrasin haptas. Kur janë të linjë të flasin në media, në rrjete, kjo është haptas. Kurse ne nuk e kuptuam se kjo që bëhet haptas, kjo është luftë kundër neve, luftë kundër islamit, luftë kundër familjes dhe fëmijëve tonë. Prandaj, ata të pamoralshmit dalin në media pa kush farë turpi, flasin e thrasin e i thejnë emancipim, kjo bëhet në për shkolla, kështu bëhet në për rrugë, pastaj fillon bashkëjetesa, pastaj jeton një motër me një vlla, ata kur jetojnë aty bashkë del diçka, pastaj mbetet shtatzane në bashkëjetesë, pastaj bëhet abortimi, pastaj bëhet përçarja. Unë nuk e di si është e lejuar kjo ashtu. Ku lejohet ashtu diçka?